Përshëndetje miq të Antena TV, rikthehemi sërish në emisionin pa emër, kur e pasere ftojmë analizë, po edhe gazetarë të ndryshëm, apo edhe avokata për në fushat të ndryshme për të në ekspertizën mbi aktualitetin, por dhe nga njerë jo vetëm aktualitet, më shumë se sa aktualitet mbetet një dallavere që ne priremi gjithmonë për shkak të misionit që kemi të paktën për të sqaruar në vërtetën, apo për të qenë koherent dhe të drejtë përballë opinionit publik, kryesisht kapim tema të ndryshme dhe një nga temat më interesante ose temat më që kanë marrë vëmendjen e opinionit publik është një vizitë e amënsuar e Edi Ramës në SBA. Pra, në media fillimisht u fol për një vizitë që Edi Rama do bënte në Shtetet Bashkuara, sigurisht vizitë pune, jo vizitë turistike, dhe së fundmi në media ka qarkulluar lajmi se Edi Rama pritet të shkojnë në SBA të deponojë për nuk e di se çfarë arsye ende nuk thuhet, por disa zëra thojnë se është rritur të deponojë ose të paktën të japi sqarime si person në dieni për çështjen me Gonigal, ose të paktën këto janë disa nga personazhet e rrjeteve sociale që kryesisht janë figura me një prezencë në televizion, pra avokat apo gazetar, cilët thonë se Edi Rama së shpejti do thritet për me Gonigalin. Pavarësisht se duke analizuar faktet, vejmë re se çështja me Gonigal, her pas here kemi thënë dhe këtu në emisionin ton, është e mbyllur dhe më saktë është e vetmja çështje që është e sekretuar. Pastaj Departamenti i Drejtësisë, i cili merret me këtë çështje, si thuash, bëri dhe një analizë, sepse ka detyrim ligjor që pasi përfundon një çështje e caktuar gjyqësore, i bën analizë nëse ka pasur për shembull dëme ekonomike gjatë kohës ku me Gonigal ose një nga drejtorët e FBI ka abuzuar me detyrën, po dhe me fondet sa i përket taksapaguesve amerikanë dhe jo vetëm aferave që presupozohet se janë kryer në emër të një nga institucionet më të rëndësishme të Shtetet Bashkuara. Sot kam mikun tim Flogert Muça. Gëzuar Flogert se... Më mirë vonë se kur, po jemi brenda 15 ditëshit parë. Se kemi iqë akoma pemën. Jo, akoma pemën, jo. Kur të iqim pemën, mbaron tani nga shkurti, ja? Se më kujtove Genard Hajdini që nuk e heq kurrë. Po e burë. Ai është në paqe me vetën. Me thënë drejtën, edhe unë e lepi i kod gjatë, se mi e një kështu pjesia. Edhe unë mendoj që tani që kemi edhe kalamajt do rri dhe më gjatë. Po pra, po shifsha një video, se po dalim që nga tema për kallam, po shifsha një video për këta njerë, për sa familjarë që kanë fëmijë, nuk e heqin më fare pemën edhe poqët. Po e lidhin me qese, për të hapë vite tjetër. Se s'kanë, se nuk kemi ko. Ideja është që Flogert, sikurse e dëgjove edhe editorialin e të tjerëve jo timin, se unë nuk e se besoj shumë, po gjithsesi, në media ka qarkulluar tani ka qenë si lajm, për shkak si puna dikur që thoshin për Berishën, që do shkote ja Britania, me të njëse, para zgjedhjeve e mbani në situash në tira, në të ngarkuar. Me data, mor. Po me data, në të ngarkuar opinionin publik, është një të situatë në sensin që, po e data 20, i bjen kokë, data 20 për Berishën, data 20, pse me 20 këta? Se mirë 20 ka qenë e ditëlindja? Dëgjoj, unë kam përshtypjen se ka diçka, ne jemi në terr informativ, në kuptimin që nuk konfirmohet nga Këshilli i Ministrave që kryeministri ka një... Po s'ka gjën. Se ka një ustim, nuk kemi parë, as vetë ai nuk ka publikuar që ka një ustim. Nga ana tjetër, ata që japin lajmin, kolegja Anduena në këtë rast e dëgjova diku, sot tek syri pash një lajm e kështu me radhë, sërish nuk ka një referencë.
Nga ana tjetër, siç e the edhe ti, çështja me Gonigal është një çështje e mbyllur. Nuk se thashën ka thënë gjykata e Washingtonit. Po, nga ana tjetër, madje ka sekretuar, sepse sekretimi i çështjes në fjalë kishte të bënte me për të mos dalë me sigurinë e tyre më kombëtare patjetër se janë institucionet e tyre të sigurisë prej Ramës. Po jo, ose ka paguar Rama, do thoshte doktori që të mos i dali. Nëse po për te kësaj, më duket më shumë në kushtet e mos pasjes informacioneve dhe në kushtet e pasjes disa fakteve që është mbyllja e çështjes me Gonigo, më duket më shumë një provokim që vjen fill pas asaj që i ndodhi Maduros së Venezuelës. Pra, për të shkuar sa më afër asociimit të plot të Ramës me Maduron dhe për të ndërtuar opozita Ra-Maduron që ka kohë që e trumbeton, ose është hedhur ky informacion që edhe në qoftë se ai nuk shkon, nuk është se ka një problem, se media thotë, ok, unë kështu i kisha informacionet, e pas kam patur informacionin e gabuar, edhe nuk është se ka një përgjithësi. Na fani. Mi mbaj nga rroga, e kupton edhe miru pafshim. Pra, nuk është se prish... Nuk është, absolutisht nuk mos prishi punë në sensin që u gabu, po të thuash që me datë 20 do iki atje, ti ke dhe i përgjithësi morale dhe profesionale përballë opinionit publik, se del fiasko. Se unë për shembull, unë mund të them diçka tjetër, që e kam informacion. Dhe informacion, një pjesë të ti e kam dhe të verifikuar, një pjesë të procesit edhe duke e parë me sy. Atë lajmin tjetër që theti, që Rama mund të ketë në 3 mujorin e parë të këtij viti një takim me presidentin e SBA-v. Po. Dhe janë disa kanale që përdoren normalisht, ligjërisht më se thash, diplomatike më se thash, që po punojnë që të organizohet, dhe pse agenda e presidentit, që t'jemi të qartë. Po, që ke ngjeshur. Dhe këtë e kam, po dhe këtë e kam dhe këtë të parë nga njerëz që s'kan lidhje me politikën këtu, por që komunikojnë me njerëz atje, që thoshte agenda e presidentit është e zënë për 2026. Tani a ka arritur Rama ta fusi veten të 2026-ta, se po nuk e ka futur, i ngjelet për 2027. Pra nëse, fiks. Kështu që në këtë kuptim këtu, unë e mbaj përgjegjësinë sepse kam parë tratativat, por prapë nuk është e mbyllur. Nuk është e mbyllur. Kurse kjo tjetra, kur ti e thua që Rama mund shkoj atje dhe mund shkoj më të pyet të merret si person djeni, nuk ka asnjë lloj rëndësie, se s'është kiameti i zi. Por edhe Samir Biles do ishte fantastike të vinin ta merrnin si Maduron. Po. Çfarë spektakli do ishte Shqipëria në syrin e gjithë planetit. Por për te kësaj, pra, fakti që merr guximin ta thuash me datë, jo vetëm me datë, po nuk është me datë, me çështje. Jo me çështje. Ore, unë besoj se këta... Po me çështje hajt, po me datë më burrë, se kur e thu me datë do të thotë që e ketë sigurt. Kush është problemi? Se unë s'do guxoja ta thoja datën, unë të thoja që në javët në vazhdim Rama pritet të shkojnë në SBA dhe mund pyetet si person djeni, kaq. Unë mendoj ose të paktën në figur besoj, jo mendoj fare, se mendoj është një që, po është besoj realisht se gjithë kjo gjëja është një spekulim i pasur, nga intuita ime. Dhe unë mund të gaboj, ja kupton, po kam përshtypjen se gabojnë këta më shumë se sa unë. Sepse këta në një lajm evaziv, për shembull që nuk është i konfirmuar, si thuashim, mbetet ende pa pohim nga zyra e kryeministrit ose nga vetë ai, që Rama mund të bëjë një udhtim drejt SBA-ve ose nga ambasada. Po s'besoj se të dalë ambasada amerikane që do iki Rama në takoj dikon në SBA, qoftë një kongresmen, qoftë një takim caktuar apo qoftë dhe presidentin. Nuk kam përshtypjen edhe në qoftë se merret si person në dieni, kryeministri, për shkak se është kryeministër, nuk bëhet publike. Po.
më e bukur është se këta kanë marrë vesh ose ka një më saktë përflitet se Rama mund të shkojnë në SBA dhe këta e kanë dalë keqës përpara. Se u bie gjithë narrativa e tyre. U bie më gjithë, u rrëzohet folkloria, ku digjon, u rrëzohet qebaptoria, u rrëzohet çka kanë këta. Po më dhimbse më shumë Adriatiku nga gjithë ta, por gjithsesi edhe këto rrëzohet. Adriatiku do dalin te Adriatiku, po flasim mirë për këta që janë. Po pra, po, bie kauza pra. Bie kauza dhe u ngelet dobiçi në derë, si më thënë. Siç ju ra kauza kur se ti e the pak më herët, ose e the përpara se të fillonim, nuk jam i sakt. Ata që them përpara e them këtu. Jo, pra, se njëjtat eksaktësisht. Po jo, the historia e kësaj po tani më the të punën non gratas, që e the. Pra, edhe aty ishte një blof që bën autogol, sepse filluan të flisnin me data dhe të spinonin, të nxirrin lajme që filan datë doktori shkon SBA, hiqet non grata më thetash, dhe kur erdhi 11 maj që non grata ishte hequr dhe s'ndryshonte asgjë në raport me non grata sepse mbas i morën mandatet to, mbaroi non grata. Mimia, ishte tjetër non grata, po nga atje këta e propaganduan me lastivitane, me miliona euro, dollar që ishin ato më thetash dhe u bë fakti kryer që do ndodhte ajo gjëja. Dhe në momentin që ti ngre pritshmëri të lartë dhe gjëja nuk ndodh, zhgënjimi është i madh. Kur nuk ngre pritshmëri, edhe zhgënjimi është më i vogël. Absolutisht. Tani prit, kush është më e bukur? Po bukur e kanë lidhë ta, kohën e kanë gjetë saktë se përkon me Madurën. Jo, unë besoj. Gimnesha që miku i Gimnesha që Gimi është lezetshëm, më pëlqen Gimi, po Gimi është ende te ajo pjesa shumë, si thuash, dyshon edhe atë që u a thonë të tjerët, me fjalë për të sigurt, sepse Gimi prirë të jetë i çik emocional në çdo gjë që thot dhe bën. Sidomos kur mendon se lexon mediat për shembull amerikane, që nuk kanë një. Po unë her pas here kam bë debat me Gimin edhe në studio që them që media që ti lexon e para herë nuk kanë asnjë kredibilitet. Jo kredibilitet, por nuk kanë asnjë lloj pozite mediatike qoftë në vendet ku janë. Janë të shtatat në listë. Ma në ande jashtë. Në Amerikë. Po. Dhe janë të shtatat në listë. Dhe duke qenë shtatat në listë, unë ngrej pika dyshimi. E para njëherë që këto nuk i lexon kush, e dyta që i kanë një linjë editoriale shumë të përcaktuar. Dhe e treta është lehtësisht me i kafe, të botone, çfarë duhesh ti. Bravo pra, në këtë sens. Që kjo është treta dhe jo më pak se rëndësishme, dhe unë besoj se madje dhe botimet kanë lidhje me atë lobimin 6, 7, 8 milion dollar që është bërë në Amerikë. Por kjo është pjesë e opozitës së Partisë Demokratike që ta zgjedhë ta bëjnë në format saj. Përsa ko lobimi mund të jetë i lishëm, nuk më duhet mu se si e bën, si zgjedhin format. Patjetër. Problemi është sepse kjo lloj si thuar strategjie ose kjo lloj mënyre të bërit të politikës e ka prishur komplet sistemin ose mjedisin apo tregun qoftë në Shqipëri qoftë andej. Sepse këtu heci me idenë që unë nuk besoj se një parti politike si Partia Demokratike që ka po aq vota sa ka, nuk ka rëndësi që nuk bie shumë nga i pragu që ka pas gjithmonë i mbështetësve. E ruan 500-ën. E ruan 500-ën, të binë në batakun që të thotë që prit tani se do vi me helikopter amerikanët, e do kapin Ramën me kështu se do vinë dhe do ikin dhe marrin. Përsa kohë në Shqipëri nuk ka asnjë lidhje me Shqipëria s'ka asnjë lidhje me Venezuelën, Shqipëria s'ka lidhje fare me raportet që ka pas Venezuela me Shtetet Bashkuara apo dhe me Bashkimin Evropian, raportet që kanë Venezuela nuk ka SPAC. S'ka SPAC, po fiks mekanizmi. E heqim mekanizmin. Këtu e kanë mekanizmin ata. E heqim po ta zëm se nuk shpenzojnë. Po ta heqim se jemi dakord me pastaj këtu po ti thuash Ramës hajde në Amerikë shko vet, edhe Berishës. Nuk është nevoja të sjellësh forcat SEAL, janë to Delta Force. Problemi është tu në Shqipëri, vetëm se mekanizmi ekziston, po ta presupozojmë sigurisht edhe ky maskaraj Edi Rama edhe manipulon mekanizmin. Po më manipulon. Sepse ka ato mekanizmat e vetë ky. Po edhe sikur nuk kemi prapë si Venezuela se kemi baza amerikane, nuk kam si na vinë as nga ne. E kanë bazën e po i ke këtu, nuk ka nevojë. Çojnë në avion ata si zotëri dhe po tjetë se
por nuk është as ky rrezik, nuk ekziston, por unë nuk e kam te rrezikun. Unë e kam tek mënyra e të bërit politik nga partia demokratike. Pse se mendon kështu ti, Bal? Jo, prit. A spekuluan ata, spekulojmë dhe ne. Nuk është spekulim. Jo vetëm se spekulim. Jo do spekuloj unë. Ata janë të Bobby Gjoz. Me fjalë janë të loz kuqe të zeza ata. Po doli mirë, prit një sekond. Po doli mirë, po s'doli vara se kemi thënë 100, po i themi edhe ca si këto se janë po të njëjtë njerëz që nuk prishin punë fare. Janë po të njëjtë njerëz që sa herë është bërë sholl. Kanë thënë të njëjtën diçka dhe se kanë pas problem që janë përgënjeshtruar, u ka rënë kredibiliteti, prandaj po kanë përfunduar atë ku janë. Për këta njerëz, fatkeqësisht për Shqipërinë, se do ishte fat i mirë për Shqipërinë fat, do ishte Lul Basha kryeministër sot. Po. Rat dita erdhi nata. Do ishte ndodhur. Po pse s'mendon këtë ti, Bale? Këta mund të kenë jo. Këta mund të kenë informacion që Rama mund të ketë në një takim në shtëpinë e Bardhë. Dhe po i bin përpara që ky nuk po shkon për atë. Ky po ikën se këte kanë thrit, po me thirrjen kanë bërë dhe këtë takim. Dhe bile thonë këtë pastaj. Bile keqës përpara. Thonë këtë. Keqës të opozitës, të Ramës. Thonë këtë që ai ishte thirrur atje për të deponuar. Po bëri këtë për të shehur. Bëri çmos, ka paguar, i fusin një shifër pastaj. Po pra, se i bie narrativa po ne mos shkatrohet foltoria, qebaptoria, synet liçet që bën. Ka paguar për të bërë foto me Trumpin. Po. E kupton? Siç thonin tani për shembull që Rama mos ta takoj fare Trumpin. E zem, fjala vjen. Se Rama mund të ikë në Amerikë për një mirë arsye. Tani Rama mendoj unë, edhe këtu pastaj po jemi serioz. Ose si e mendoj unë duke njohur lëvizjet e Ramës dhe heshtjen e Ramës dhe problemet e Ramës, gjitha bashk, Rama është një moment shumë delikat politik. Dhe nuk ka problem me këta këtu. Se në qoftë se nesër vjen F-35 për të marrë Ramën, unë mendoj se duhet të vi avion dhe jo avion kështu pasagjerësh dhe jo avion me ca ushtar, sepse lista është e gjatë për të marrë me vetë. Se merret Rama si që thotë opozita, po merret dhe doktori së është non grata si Maduro, edhe të tjerë me radhë, familjarisht. Kështu që Rama nuk e ka problemi me këta, se këtu për fatin e keq Shqipërisë, Rama është pa kundërshtar. Sepse ka aleat doktorin. E ka aty, ka ndar parcelat, ai ka të vathën e vetë, Rama ka lëndinën e ti, biznesmenët pranë Berishës punojnë me shtet, i luajnë fenë, ndërtojnë kulla, ndërtojnë çfarë duash ti, pra rregullat e lojës i bëjnë bashk, ekonominë e kanë bashk, median e dirigjojnë bashk, çdo gjë e kanë bashk. Ke parti doktorin se po e zgjeroj pak. Ankohet doktori që Rama ka kap mediat. Del doktori live, nuk ka media që nuk e ka live. Media, të gjithë, pa përjashtim. Pra, lojaliteti i mediave ndaj doktorit që kur ka i ka qenë pushtet, është absolut. Kështu që këtu këta i kanë bashk gjitha gjërat. Sigurisht me doktori për shpirt do donte të ndronte vendet me Ramën. Po thjesht me Ramën, jo të ndryshonte sistemin. Që të hapeshin lista, të hapeshe gara, më të thash, jo. Këtu. Dhe Rama duke ditur që këtu nuk ka si problem, por ka një ngërç, ose ai mund mos e ketë ngërçin, po për opinionin publik, për ne këtu, ka një ngërç me ndërkombëtarët, nëse mund ta themi, dhe jo me ndërkombëtarët, se me BE-n e ka vaj ai, BE-ja vjen e thot këtu ato që si beson as Rama, sa mirë është Shqipëria, e kupton? Vjen Marta Kozë me perandorin, me mbretin e botës. Mbretin e perandorin, prapë dhe ma tjera dhe me mbretin e botës, fiks, me mbretin e botës. Dhe tani, unë them që Rama, në kushtet që është, me këtë perceptim, duhet jetë duke luajtur një fjali, all in. Pra, unë mendoj se Rama çdo njohje, çdo po flas kështu me emra kotan.
Meloni, Orbani, Dreqi, Biri, çdo kanal që shkon drejt Macroni, çdo njeri që ka një kontakt me Donald Trumpin dhe me stafin e tij të ngushtë, Rama duhet të jetë duke e shtyr fort për të depërtuar Shtëpinë e Bardhë. Sepse një takim i Ramës në Shtëpinë e Bardhë si me Obamën dikur, ka pas 2018 në takut e samitit. po të jo, në 2019 ka qenë në Shtëpi të Bardhë, ka qenë president, ka qenë Linda, Rama dhe çifti. Ka qenë pritje Trump sërish. Pritje sërish, po them pritje në Shtëpinë e Bardhë siç ka bërë Obama, që Rama shkoi me Sajmir Tahirin e kështu me radhë. S'ka rëndësi. Rama atje do e mbyllte edhe i herë, do fillonte edhe i herë historia nga fillimi. Në qoftë se Me e ka mirë Trumpi përveç Melonin tjetër. me Orbanin, Me Orban. që Rama këta dy i ka realisht shumë miq. Me Macronin komunikojnë se është Franca, është fuqi bërthamore, por me çfarë diet Trumpi që filloi të tregonte ç'fliste në prapasken me Macronin. Natyra e presidentit që ka që Po, sot ai presidenti kishte dalë nga një 60 organizata ndërkombëtare, more vesh. Si ishte lajmi i fundit kë. Po. Nga 60 organizata, ja ta gjej. Ishte lajm dite. Ja. Atëherë. Fundi i historisë thot, sapo doli nga 66 organizata ndërkombëtare. Ja. E kanë nxjerrë vetë White House. Kupton? Sepse këta, ja, seksioni 2, seksioni 3, pra, Departamenti i Ekonomisë, UN, Dreqi i birë, International Law, Komisioni Ndërkombëtar i Drejtësisë, kanë dalë nga 66 organizata ndërkombëtare. Që do të thotë, këta janë në fazën e përqendrimit të asaj doktrinës Monroe, që secili kontinent do rritë vasa e vet, do merret me veten, dhe ai tani po merret me gjithë pjesën me gjithë Amerikën, me Amerikë. Dhe jo vetëm. Jo, po them. Tani po merret me Grönlandën. Jo, me Greenlandin. Po them që ai po merret me gjithë Amerikën Latine, Amerikën Jugor, me gjitha, pra Venezuela, Kolumbia, Kuba, me të gjitha. Por Greenlandën që është nën si thuash, atë vetë qeverisur, po nën mbikëqyrjen e Danimarkës. Atë e ka të marrë, atje ka bazë ushtarake. Po. Ai vendi atje ka 50.000 banor. 30.000. 30.000. Mjafton dalin ato ushtarët amerikan nga baza ushtarake. Nuk e se do bëjnë luftë me jo, po thjesht kishte reaguar kryeministri Danimarkës, kishte thënë që mos ta bëni presione. Po ndërkohë ç'kishte bërë? Kishte bler F-35 nga Amerika. Po pra, do e dhurojnë Grönlandën ata. Pjesë e NATO-s të dy. Ata do e dhurojnë Grönlandën sepse po marrin dhuratë mbrojtje. Pra është histori e mbyllur. Dhe ai e ka betejën historinë e vet me Kinën atje, me ariun rus. Se kjo është më mirë tek ne se ç'pun ka Danimarka me Greenlandën. Me ariun rus. Ne e kemi këtu. I ka mbyll hesapet, i ka thonë Europës merrni, vrisni veten dhe ai ka për të marrë çfarë do. Dhe del nga këto organizatat sepse ai praktikisht me marrjen e Maduros ju tha fuck off ligjeve ndërkombëtare, se nuk pyeti as për sovranitet as për asnjë gjë. Por me gjithë çfarë po bën në arenën ndërkombëtare Trumpi për magën, mirë, edhe unë dakord jam që nuk pyeti për sovranitet, që morin Maduron. Jo, po kanë ngritur institucionet për të bërë, pra institucionet janë ngritur për të bërë atë që bëri, por institucionalisht. Ai thot nuk i sa të rriun të merrem tani, shkon kongres, shko këte, shko në KB. Edhe shumë mirë bënë. Shumë mirë bënë se kjo hipokrizia burokratike është e lodhshme. Në the. Po falë dhe Rama, fjelje. Rama pra, në gjithë histori, ylli i botës sot është Donald Trumpi. Shqiptarët, Shqipëria kanë atë që Rama ka i problem me SBA-t. Rama, nëse do ta zgjidhë këtë krizë përfundimisht që ka me veten dhe me shqiptarët, e zgjidh duke shkuar atje.
sepse vajtja atje nuk është se po shkon në fushat dhe po takon një kandidat për president me boj foto. Po vajtja atje dhe takimi me atë, nuk takon ai nëse nuk je në listën e tij, në white list, në listën e bardhë. Po shkoj atje e mbylli krizën. Po nuk shkoj atje, kriza do vazhdoj, opozita do vazhdoj të ndërtoj lajme tjera që ja se shkon tani e se shkon pastaj se me goni gallë shumë e radhë, se po shkoj atje, ka dhe gjë tjetër. Merr mesazh dhe SPAK. Që jemi qartë. Po mos janë disa qarqe që opërojnë edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, FBI është veç, Departamenti i Shtetit veç, CIA veç, administrata. Edhe ajo po, por gjithsesi këtu po e lidhim me SPAK-un me që edhe temën e kemi edhe e ka sfiduar sa herë presidentin. Po pra po, me që kemi edhe temën SPAK në prapasken. Jo, ideja ishte nëse është prapasken SPAK-u është në prapasken për shkak të një llogaridhënie të munguar midis kush ka ardhur dhe i ka takuar këta prokurorët e SPAK-ut. Ka ardhur zëvendës ndihmës sekretari Fleming. Po. Pra është vartës i Rubios. Po. Kështu që është linja Trump direkt. Nëse mund ta themi kështu. Se kur thua Rubio ke thënë Trump, kështu që se ai del dhe thotë mos u kruani me këtë burrin, se pas sa bukur e bëjnë. Do dalin 3 veta aty. Presidenti, zëvendës presidenti, sekretari i shtetit. E del sekretari i shtetit, presidenti rri aty, del sekretari i shtetit thotë dhe flet në vetë të tretë për presidentin, thotë. Ju mendoni se bën shakaj. Po nuk e dini ju se ai nëse se merrni seriozisht, nuk do të kaloj mirë. Po nëse ky shkon atje pastaj o flokër, po para 2 ditësh bien sa pend edhe këtu. A dje apo para dje tani se na janë bërë këto ditë të gjitha njësoj. Rama ka publikuar një foto me i ftuar në Francë, një takim. Ishte Këshilli vullnetmir për Ukrainën. Po pra, që ishin takimin e parë bëri me ministrin e drejtësisë Francës, Gerald Darmanin. Dhe tha që dhe tha që ishte me Etila Gjonin Rama, ish ministrin e drejtësisë. Dhe tha që takim shumë i mirë, tha, në përpjekje për të bërë bashk reflektimin për të ndryshuar kodin penal, e më the thash, për të bërë drejtësinë europiane. Për mua ishte super lajm. Ti e ke të Kushneri tani? Po sepse do ta lidh temën që kemi. Po takon dhëndrin e Trumpit. Rama shumë lehtësisht. Rama është ndoshta jo Rama, po Shqipëri është marrëdhënie biznesi minimalisht me familjen e zotit Trump. Pra, dhe dhënat janë që ka filluar lëvrimi që të filloj me vajzën pikën e tij dobët, se ka pikë dobët, pavarësisht se legacia madje. E shfaq sikur është ky djali më i vogël mosh, pa atë ka për shkak të mirë, patjetër. Ndoshta një lloj qasje ndryshe më vet, po tamam është vajza. Baballarët vajzat kanë. A mundet një pyetje, nëse Rama do ishte Maduro, a mundet presidenti i Amerikës, se tani mos bëjmë këtë sikur Trump. A mundet Trump thuaj, se presidenti i Amerikës, presidenti i Amerikës nuk kanë qenë si Trump. Po pra, a mundet Trump për shembull të mos ketë dieni që dhëndri dhe vajza e tij po bashkëpunojnë me qeverinë shqiptare, po investojnë 1 miliard po investojnë 1 miliard e ca lek për ishullin? Jo, more. Nuk ka mundësi, sipas logjikës tonë të shëndosh. Jo, po nga ana tjetër, personi i tij më i afërt, i cili mori dhe Maduron, që është për operacionet speciale, Richard Grenell, ishte pra dhe Grenell. Është mik i ngushtë i kryeministrit dhe e ka takuar kryeministrin përpara më pak se 1 muaj në Tiranë. Po ka disa erdhe me familjen e kështu që zonjës Ivanka Trump dhe ky Kushner. Prandaj them unë që nuk është nevoja marrësi me Maduron. I thotë ky Grenell Ramës hajtë se pimi kafe në New York, shkon vetë, nuk ka nevojë. Ideja është, a mund të jetë presidenti Trump
ndjeni është patjetër. A mundet një president që mund të ketë një marrëdhënie, një lloj qasje, apo një lloj, si thuash, mendimi, se s'po them faktuar, që Rama tjetë si Maduro i Ballkanit apo i Europës dhe të lejoj vajzën e tij dhe dhëndrin e tij që të jenë marrëdhënie partneriteti ose prish punën vetës, sepse kundërshtarët do ja përmendin nesër. Po pra. Dëgjoj. O ndoshta për moral tjetër gjë, po e para i herë aspektin ai vet. O Anri, e para i herë, që është, duhet thënë, Shqipëria nuk është Venezuela në asnjë kuptim. Po patjetër, po të pyes se duhet. Po jo pra jo. Rama, pra Shqipëria nuk është, Rama mund të jetë më keq se Maduro. Po. Po thjesht ka i fat të keq. Mund të jetë më i zi, ja. Ja punë. Po ka i fat të keq. Ka një vend si Shqipëria, që është 28.000 km², po. Dhe që me 28.000 dëshmor nuk prodhon asgjë, o vlla. Prodhon vetëm mandarina dhe portokalle që i nis jashtë dhe këpuc që i bëjnë tu dhe shitën në Itali këto çaqum këto. Ka punës. Po, kështu që këto fasonerit. Kështu që këtu Rama nuk prodhon dot as drog. Po. Si Maduro që prodhoshën në Venezuelë dhe pastaj ishte ky me niprit me gruan me fëmijët që e menaxhonte. Edhe nafti ose sollë shellin dolën blok. Dhe naft ishte e vështirë atje, shkonte më shumë me nxjerr se sa me shit. Është e vështirë. Energjinë, sollën Tigri 1, Tigri 2. Fare. Po asgjë. Pra, po dhe e para nuk është rrezik për SBA se nuk prodhojmë dot drog të hajdreqi ore. Se nuk na le ideja me as drog as na. Asnjë gjë më burr. Kështu që në këtë kuptim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për atë deskun atje, për atë pozicionin e punës në departament shteti. Po se thanë ka ardhur DEA këtu për këtë punë. Po, ka zbraku DEA në Tiranë. Po, ajo gjitha këtu është. Përkundër biles te kryeministria rri, me tikun. Këto që po bën pra ajo tavolina atje në Amerikë që merret me Shqipërinë, thot ka hartën. Dhe thot gjë, kjo pika këtu është pronesh. Kemi bazë NATO-s. E vetmja në rajon, në Ballkan. Kemi bazë NATO-s tu, do bëhet dhe kjo tjetra në Porto Romano, mëse tash, para pak muajsh në Porto Romano erdhi anija amerikane e marinsave ku diun çfarë ishte aty. Pra kjo është pika jonë. E kupton? Dhe a kemi stabilitet? Jo. Në Shqipëri. Kemi stabilitet? Po, rajon jo. Jo, në stabilitet kemi këtu? Po. A janë proneshta? Po. Faktorin shqiptare dirigjojnë këta? Po. Kupton? Pra, Kosova, po foli Tirana, ka ndodhur edhe me doktorin dhe përherë. Malizi, Maqedonia kanë varësi të jashtëzakonshme të pak. Edhe Kosova. Kosova është vetë, nuk ka. Pra, në këtë kuptim, këtu mbaron loja me ne. S'kemi naft, s'prodhojmë drog. A ka kriminal shqiptar që merren me trafik ndërkombëtar drog? Patjetër. Po s'ka lidhje fare se ashtu i bie që nesër mund të ketë sa anglez që janë shumë të fortë se shqiptarët dhe të shkojë të kapi atë mbretin ose kryeministri rrap si lepur ta çojë atje me Madurën. Pra, kjo është mohabet që këtu tek ne në kushtet e dëshpërimit militantët e besojnë dhe entuziazmohen që i erdhi dita se do vinë ata, se do e bëjnë, do e kthejnë. Po mirë, edhe këta nuk e besojnë që të kuptojnë. Jo, këta nuk e besojnë. Këta nuk paguhen, po këta vullnetarisht bëjnë një shërbim që ushqejnë me kocka militantët. Është kaq e thjeshtë. Është shërbim o burr. Pra duhet ta thot një apo gjeni narrativ tjetër, nuk e morën për momentin se këta nuk mbaron. Të paktën nga 2017, se s'dua të përmend emra se i kam dhe miq, e kupton, i ke edhe ti miq, që sidomos për Lulin për shembull që e kishin edhe tani vonore kur s'kishte vul ai kryeministër, bisht plumbi, pra nuk ka pikën e rëndësisë çfarë thuhet se këtu është bërë një lloj Big Brother që këtu për një javë harrohet. Më kupton? Pra harrohet çfarë ka thënë filani më burr. Dhe ta thotë në studio, unë
Jo mor burr, se kam thënë kurrë atë. Dhe tash çfarë do bësh ti? Do googullosh pra këtu hiqet sipën. Këta shërbejnë që duhet ta thot një autoritet. Nuk e kam tek morali tyre se këta nuk kanë moral se kanë tregu para se ta thonë këtë. Jo. Për ata që kanë qenë më pak vëmendshëm, po unë i kam ndjekur. Ka qelluar rasia se këta nuk i shoh as me qenë me pushime, një me pas një orë punë në ditë. Unë në këtë rast duke kam për Anduenën në fakt. Anduena s'është rasti. Nuk po e kam. Për mua. As ti. Nuk ke. E kuptojnë gjithë ata për kë mund ta kemi. Po nëse edhe ajo e Anduenës një gazetar. Basti i madh është. Anduena nuk para s'mund ta bësh ti. Anduena nuk para hedh kështu lloj skupesh, domethënë. Uroj që thjesht ti jetë gënjyer ose ti dali. Ose të dali të thotë që gjë më gënjyen. Ju kërkoj ndjes gjithëve. Ja, pas nuk funksionon. Nuk kam që ta bëjmë më ata të kërkojnë ndjes, po problemi është nuk funksionon sepse këta gjithmonë nuk e kanë për Anduenën, por në përgjithësi ti kur punon në linjën e dikush që nuk është i shëndetshëm mendërisht, ta them sinqerisht, janë njerëz që nuk janë të shëndetshëm mendërisht, po ta them sinqerisht, sepse e thon her pas here, këta janë delulu, i themi, deluzional. Pse? Sepse këta thon gënjeshtra aq shumë me njëri tjetrin, edhe në opinion publik, nga që i thënë gjithë ditën, edhe kur shkën të gruaja në shtëpi, edhe gruan e rrejnë, e në fëmijën e rrejnë, e këta rrejnë gjithë e kanë filluar, duke gënjyer her pas here, janë mësuar dhe po besojnë të gënjeshtrat e tyre. E themi ne nga fshati në që... Po, nga qyteti edhe fshati, gjithë i sëtë... Po, ne themi këtë që e thot gënjeshtrën kryet pazarit e beson fund. Po, fund pra, kjo është... Se e gjën dhe nga tjerët pas të njëjtën gënjeshtër thurës. Po, se qarkullo, pas ka pas drejt, a kupton. Ore ka harru që e ka thënë vetë për mbasani. Anduena Ortekun, edhe është një top bore i vogël. Po kur zbret ai merr dhe këta me vete për top bore i madh. Edhe thot tani prit tani, mi që e thash, ka një gabim. Po pas kanë pas të drejt, kanë lëviz fijet të tjera që kjo gjëja ose dinamikat e kësaj gjës kanë ndryshuar. Që kanë harruar që e kanë thënë vetë parët, e kanë dëgjuar nga tjerët, po dhe kanë besuar. Ka bërë sa leta sa duash. Problemi është që nuk e kam se qa thot Anduena, nuk e kam pra Anduena fare, por mu ma thot, unë kam dhe unë, si shke edhe ti burimet, kemi burimet, po besuesh. Mund ta morim nga Rama më vetë. Po dhe nga Rama mund ta morim. Mund ta marim nga Berisha vetë, s'kam nevojën për pyet gazetarë, dhe mund ma thonë fizik. Por në falë, këta janë vullnetar shumica nga partit, se njerëzit që na ndjekin, nuk e dinore. Po, këtë. Dhe njerëzit që na ndjekin bile, thot njëri atje, mendojnë që, ose ty, mua dhe gjithë, kush del në media, sulmohen, klyshi këtit, klyshi atit, i këtire. Këta nuk di një gjë, do t'ja them, se ja kam thënë një herë diku, po do ja them, këtë muaj do ja them, kam vendosur që ta nis duke qenë sinqert, pastaj do kaloj prap në pozicion tjetër. Po, duhet din diçka. O njerëz, ju betohem, nuk na thot neve njeri çfarë themi. Partitë politike na dëgjojnë neve dhe marrin argumentat tona i mbajnë shënim dhe dalin dhe bëjnë propagandë me argumentat tona. Dhe ju, nga që e keni mendjen më shumë të dëgjoni politikanë se sa neve, dëgjoni ata, pastaj lexoni ç'kemi thënë dhe ne, dhe mendoni që ata e kanë thënë të parë dhe ne kopjojmë ata. Pa modesti fare, jemi ne më të ftylluar dhe kemi më shumë ne mendim politik se ata. Kështu që ky është thelbi Morbur. Se PD-ja po ir. Këta, jo se të dy palët Morbur, këta na shkruajnë vetë Morbur. Këta nga dyja palët. E di që na shkruajnë nga dyja palët. Problemi është se PD-ja ka merak. Ja, erdhi. Po hajde në studio. Hajde në studio. Antar i kryesisë PD-s. Po çfarë bën? Po nuk përmendim emra, më jo, po thjesht du ta dinë që ta dinë njerëzit. Po pra, ideja është poshtë e se se marrësh. Jo. Nese. Pim kafe pastaj. Okej. Ne më shumë mish kemi nga PD se sa nga PS-ja bilet. Mund të thosë kanë brigat telefon. Dhe mund ta se dim ta që na ndjekin. Në PS janë në sindromin e jam në përgjim. Kanë komplekse tjera, por ky është pra
thelbi i gjithë asaj që përpiqem të them është ky që Rama Respekte për Flogertin tha njoni për hoqë komente se mora vesh. Sa thej që kam miq PD. Kurse është i tjetër thot Flogert gazetar shumë i sakt, respekt. Geri thot shifni një film na ka çuar një titull dhe Ilir Osmana lërë se ja preve këmbët PD-s. Jo. Dëgjoj, po ti lexova për respekt atyre. Faleminderit, po idealja do ishte se ka pash emrin e këtij që hoqi komentin. Landi Kaplanaj. Respekte për Flogertin nga Gjermania, shkurt do ketë bërë një gabim teknik. Po ortografik dhe ka ish për saksi, po. Ko e keqe shumë aty në Gjermani, po bravo Land, sukses. Dëgjoj, thelbi është ky pra që do ishte mirë që SBA ta kishin vërtet Shqipërinë dhe rajonin në vëmendje. Po të t'japi lajm? Po. Ti di që unë des për lajme. Në Ballkan nuk ka asnjë ambasador të SBA-ve. Po. Pra Ballkani është pa ambasador. Po pse ç'është strategji? Edhe Malizi para një muaji diçka. Po. E di. Po Maqedoni? S'ka më jo askund. As Bosnia, as Serbia, as Kosovë, as Shqipëri fare. Po kushtin lekët atë çfarë? Sepse, sepse është doktrina Monroe pra. I është rikthyer asaj doktrine që presidenti 1800 cas i SBA-ve tha ju në baçet tuaj, ne në baçet ton. Dhe ai është fokusuar tek MAGA, Make America Great Again, do me bë Amerikën e madhe dhe ka hallin e Amerikës Latine, ka hallin e vendeve që ka përreth me Kube me mëse thash, ka hallin e Kinës që po e dobëson duke i prerë damarët dhe arteriet e furnizimit me naftë, do t'i dëmtojë ekonominë e saj. Prandaj kishte të thelbi edhe me Venezuela. Në takimin e Alaskës që ka bërë me Putinin, me sa duket kanë rënë dakord që ti vlla vazhdo atje pjesën tënde si Ari, unë vazhdoj pjesën time si Luan këtë tanë, dhe ne jemi jashtë radarit. Jemi spektator. Ne jemi spektator, eksakt. Me kokoshka ndorne. Fiks. Dhe do ishte mirë. Po na marrin mirë, po se. Do ishte mirë që amerikanët kishin realisht vëmendje tek ne, që t'ja kërcisnin dhëmbët Edi Ramës, Sali Berishës, klasës politike këtu, që ta trazonin pak edhe t'i sillnin pak me këmbë në tokë të dyja palët. Fati ynë i keq është që as non grata nuk merret me uçu si Maduroja në SBA, as ky tjetri që është koka e krimit nuk merret me. Dhe ne këtu tani i hedhim ushqim militantëve. Njëra palë thot Rama shkon se do merret i pandehur në Amerikë. Ne tjerëve na gënjejnë ndoshta duke na thënë që jo, Rama do shkojë të takojë Trumpin. Ushqehet socialisti që Rama do shkojë në shtëpi të bardhë, ushqehet demokrati që Rama do shkojë si i pandehur atje. Edhe nami zi në rrjetet sociale, klikimet vu. Rama rrezik është kthyer tani, edhe mund të jetë me doktorin te Aba Center, të pinë i verë atje lart, e kupton? Kaq është historia. Po gjithsesi ne duhet të bëjmë punën tonë se zanat kemi zgjedh, duhet të flasim, të japim mendime. Jo, po edhe bëjmë emisione, po ti se kam nisë të punë, nuk e se e kam nisë, po dha pak jo, mirë bërë. Gerti thot një se miku do e lexoj për pak, thot një zotëri, super film thot, super film. Gerti respekt ju lum të dyve për emisionin. Flogerti e ka për ty. Super film thot për një Geri Prenga. Që pas ka çu film lart. Po pra të thash, na çoj me titull. Me Chuck Norrisin? Me Chuck Norrisin, thotë. Është fiks kur kanë marrë rrezik, kanë marrë në një ande, e kanë marrë peng, kështu siç morën Madurën, besoj. Ka mundsi. Flogert, ideja është se unë po them, po tani gënje tha dhe shpife diçka do të mbesësh ideja, por unë besoj se qytetarët jo vetëm Tiranës, por dhe ata të rretheve kudo që janë qoftë diaspora, janë jo të mërzitur, po janë të lodhur nga gënjeshtra. Pra, është një gjë që të mërzitesh se ti thua diçka dhe unë të pranoj nga Flogerti. Është gënjeshtër seksi, po lëre të thonë. Jo, nuk është gënjeshtër seksi, më fal, një sekond. Unë mund të pranoj nga Flogerti që të bëj një gabim. Në sensin,
logjik. Po more po se me informacion mbledhim ne japim gabim. Po fact check. Pra unë marr informacion për shembull, pyet Flogerti, e di që Flogerti ka 1, 2, 3 ka të sakta dhe e besoj Flogertit sepse gjërat që më ka thënë Flogerti janë sakta. I verifikoj. Por nëse Flogerti më thot, fjala vjen ose Anri më thot që do marrin Ramën me helikopter, minimalisht fuz dhe i qitrurin punë, nuk shkoj si peshku, si ndërë më thesi e themi ne, që ma dha njoni një diçka dhe hajtë dalim të televizor dhe e themi. Pra, logjika duhet prevaloj mbi informacionin njërë. Intuita është e dyta që intuita është e para nga gazetari, po ta them është e dyta mas logjike se këtu njëri logjik nuk ka. Se kur e mendon, tani, me që na futën logjik, për çfarë duhet spaku në qoftë se ata do vinë t'i marrin politikanët me helikopter të shenë në Amerikë? Jo vetëm çfarë duhet spaku. Po edhe kjo. Tu s'duhet asgjë. Po. Ora imagjinoje ti në Venezuelë dhe kur e morën Maduron, vetësia, ishte gru shteti më. Prit, vetësia e kishte këshilluar Trumpin, i kishte thënë që momentalisht nuk na intereson të as qeverisim, as fusimi qeveri teknike, as i qeveri që duam ne. Do lësh zëvendës presidenten aktuale. Sepse informacionet janë që zëvendës presidentja, së bashku me atë generalin kryesor. Po, do bënin... Ato ishin bashkëpunëtorët që fikën drita që të shkoj Delta Force dhe të marrin... Po patjetër, po jo përveç asaj. Problemi është se të kalimi pushtetit nga helikopteri me kështu, me syse, me dylbin koka, ku digjo me që e bën atit, me kapuç në kokë, më falë, në një pushtet, për shumë që du të japëm opozitës se dua unë, mund të ishte i dhunshëm dhe të kishte viktima. Po, nuk rrezikojnë. Pra ato mjaftuan me ato 55 viktimat që krijoi operacioni Delta Force, trupës elitare amerikane, në marrjen peng të Maduros. Në kidnapimin, thonë shqiptarë të Kosovë. Jo, shqiptarë të Kosovë. Kidnapimin. Ishte, e vetmja gjë që më ka pëlqyer këto ditë, jam kënaqur të paktën me ka gazëllyrës, kanë qenë memet, ishin perl me fjalë që mënyra se si. Sepse aksioni për marrjen e Maduros ishte jashtëzakonisht kirurgji e saktë, në pak sekonda e morën me kështu, nuk e di, si me qenë numër prestigji. Po, si prestigiator. Futer sken, është... Magji, abrakadabra. I thamë Venezuelës, shqipni presidentin, i vuna të tak, nuk është presidenti. Edhe kapuçin kokë edhe me helikopter. Pra ishte Happy New Year, thoshte ai gjesi, fillim i ri. Po kërcente, po. E kërë fillet të kërcy në avion. Edhe e veshë dhe si DJ ato. Prifti. Problemi ishte operacioni të qënë të abrakadabra. Sëpse zjati, më pak se i numër magjie në sken. A e sigur kështë dalë ati mbi palat të i prit me ardhë. A i zjati më pak se i numër magjie në sken. Edhe në sken, të duhet pak të 2 minuta ata bësh. Po mërë, në 26 sekonda. 26 sekonda dhe të qohet shteti dhe nuk e gjenë presidentin në punë, po ta kanë marrë gjatë natës, ishte e të mërshme. Vjen informacion tani që Rama do shkokan SBA shpejt me Mitsotakis. Po ishte me... Po bravo, do shkokan SBA tani. Do heqin ligjin e luftës atje. Po me këtë jetë, bese me një kongresmen shumë të lodrë. Jo, Trumpi mo. A i vdes për këto. A i mori dullhotin, dhe këtë mori. Po mori. që ketë dresa i do t'jetë ndonë të shmim në Nobel për paqen. Mori dhe kërë ishte luftës të këtyre unë, sa kopila janë... Plago, po që e ka fik Merkeli kur mori Hashimin dhe e qoj në Hagore. Se Hashimi ishte nis për... Në SBA. Po. Dhe ndaluan në Gjermani, e quan atje ku është dhe sot i shkreti, kot. Europianët se duam të zgjidhim ne Kosovë-Serbin. A i e pa zgjidh, edhe përfundoj Dullhoti, me Vučićin, firmosën ca letra bakalli, po aty ulen përball Trumpit. Se Trumpi është si Rama. Rama është si Trumpi. Këta vdesin që çdo gjë të bëhet përballë tyre dhe këta të jenë gjithë pushtetshmit aty që tjerët tulen aty përballë tyre, yes sir.
Se bëra lidhje kërkon Nobelin për paqe dhe do me realizu. Po foton e pe kush ishte në foton? Ishte Kushner, Miço edhe Rama. Pash foton me Miçon. Me Miçon pra. Po me Miçon. Edhe Kushnerin. Me Arvanitasin. Po, nuk besoj se i ka rënë men Kushnerit për të ish ligjin e luftës midis të dyve. Jo, ju ka rënë men këtyne dyve që ti thon Kushnerit. Duhet pra Trumpi që të bësh pëlqen loja mua. Negociata me Ramën, duhet që ti të kesh diçka të madhe për t'i dhënë Trumpi. Bravo. Ai nuk ka nevojë për naftë se ja ka marrë atit Venezuelës. Nuk ka nevojë për atë tjetër se ja ka Nobelin. Për ndërtim ka për ndërtu gazën tani punë sa të dush. Ta lajmin ke dhënë. E di pse se kjo është logjika që futu punën ai. Në sensin që unë edhe tjetë gënjeshtër, sinqerisht. Mos jetë vetë. Është gënjeshtër që ha logjik. Jo, edhe në mos, jo vetëm që ha logjik. Jo dhe mos dal, po nëse na dëgjon Rama që nuk e besoj, po nuk ka rëndësi. Se beson ti. Jo unë, Rama jo, po të na dëgjon një tjetër, do ja çojnë men, do i thot, o vlla, shive se është ky muhabeti, fol me Miçon, që ti kesh atje se ai do çmimin nuk do t'ja di për për shpiragun, që janë këto. Dhe të kemi parasysh diçka. Trumpit, vendet si puna jon, ose si Ballkani, nuk i hyn punë për asgjë, sepse e para na ka në xhep, ka bazat NATO-s në Kosovë, në Shqipëri, se thash, dhe e dyta nuk kemi, Krom kemi ne, po nuk i hyn punë Dreqit dhe Kromi, se ka më shumë Kina, se thash, kështu që Rama betejën me Kinën e ka me Amerikën Latinë dhe me këto vende që merret me Kubën e të tash. Kush ka pozita burg, kush ka Valencë, me Putinin po. Me Putin i ka thënë vazhdo vlla jepi gaz atje, Europës i ka thënë zgjidhi vetë hallet tua. Dhe tani pse është raport forcash ky. Ti nuk ke fuqi të bësh negociata me Trump. Kam shkëputje me mikrofonin thot Landi, po ha. Ti nuk ke luksin që një vend si yni, sa yni si nuk je Izraeli. Po. Fuqi bërthamore mëse të thash banka njëra tjetra. Ti nuk ke asgjë. Ti Rama është Izraeli. Po, ti ja themi ja dy gjona dhe këtyre që na dëgjojnë. Ti si vend duhet gjesh instrumenta që ta joshësh ose ta fusësh negociata atë që ti mund t'ja japësh diçka që ai ka nevojë për të ngelur në histori. Të them dhe diçka tjetër se është informacion. Se nuk Sazani nuk është për atë. Po, absolutisht. Fare, zero. E kupton? Të them diçka që edhe pse kjo tërheqja nga Serbia që mund të ketë një lidhje edhe me deklaratat që janë bërë së fundmi. Mu më kanë thënë që vllai Ramës ka probleme në SBA. Nuk e di sa e vërtetë është, po të them sinqerisht, po. Më bëri habi, po e kam dëgjuar nga dy burime dhe nuk më thanë se për çfarë. Nuk e kam dëgjuar, ai është në Shtetet Amerikane. Ne di për që është në Shtetet, kjo është por nëse janë çështje parash fjala vjen, kupton se ose në biznesi atje, po nuk e di. Ose afuskot. Nuk ta konfirmoj dot, pas nuk ta. Ora asun se kam të konfirmuar, po ta them dhe kam frikë që gjithë loja që bëhet, që Rama do shkojë, nëse pas nesër justifikojnë edhe me këtë pjesën tjetër. Nuk kupton çfarë po them lojën e pisët që lozet o floget. E qartë. Që u thash Rama, po nuk thash Edi. Qartë. A kupton, ne kisha për këtë tjetrin, ma kupton çfarë do të them tani? E kuptoj. Që këtë tjetrin, kauzën e këtij tjetrit mund ta përdorin për treguar se ky ka një llogarit hapur me drejtsinë. Rama dhe po pritet tiki. Më kupton çfarë do të them? Mos jetë fare kjo. Interesant. Por gjithë kjo më pëlqen, sikurse më pëlqeu pjesa pra këta duhet të kuptosh nga pisliqet ose nga mekanizmat që përdorin për të qenë ata që janë në fakt, a kupton? Dhe gjithë ky Kushneri me Qerallafi është i dërguar special i presidentit për Ukrainën. Ukrainën, po, di. Pra për krizat e Prandaj ishte atje ku vullet mirëve. Po pra për krizat e luftës. Dhe mund të jetë dhe ky, se domethënë pse Rama e takon me Miçon Kushnerin? Se mund të takonte me Macronin më burr. Rama ka më shok Macronin se Miçon. E kupton? Ka më shok, ku di unë, ka i tuf, ato të BE-s Rama i ka bërë kështu si njerëz të shtëpisë. Me Melonin që ka marrë po me gjithore i ka Orbanin, po. Po. Dhe unë them që këta e kanë kap lojën dhe mos harro diçka tjetër. Një nga lobët më të fuqishme
më të fuqishme në SBA, pas lobit izraelit, patjetër, është ai grek, me cilin Rama dhe Liaj kanë marrëdhënie të jashtëzakonshme. Dhe janë puq interesat, kupton? Dhe Greqisi duhet Amerika sepse ka sultanin aty, se është Erdogani, kërcënimi të dera në kuptimin e llafit, dhe do aleancë, dhe nuk kanë që i ofrojnë, pra, nuk kanë Rama dhe Shqipëria dhe Greqia nuk kanë që i ofrojnë SBA-s. Greqia mund të ketë financat blejtë sa avion, pra të dhuroj para, po prap nuk është më aty për Trump. Trumpi tani ka kaluar nivel tjetër. Trumpi thot, unë s'dua të jem më në organizata fare, unë jam mbretëria e botës. E kupton? Pas me e kiameti, edhe mirupafshim. Dhe tani gjithë po i sulen për t'i dhënë diçka. Nuk kanë kuptuar që ai nuk ka nevojë për gjëra materiale, më ka nevojë vetëm për ymën. Do të ngelin histori. Dhe gjëja që ju pre nga Europa, dhe ai nuk e ka harruar mandatin e parë, që do merrte Nobelin ai, Thaçi dhe Vučić për mbylljen e plagës në Ballkan, mund ta bëj me problemin që kemi ne me Greqinë që nga koha e mbretërisë me ligjin e luftës. U shpreh edhe për Serbinë ai, për Kosovën që ka ndryshim kufish të Aronit. Çfarë tha? Para ca ditësh, doli një raport që nuk do ketë ndryshime kufish në Kosovë. Pra nuk ka më jo Mitrovica, Veriu, jo po kjo, jo pa ajo. Pra territori i Kosovës do ngele territori i Kosovës dhe nuk ka më biseda me Vučić për të folur me Trumpi, se dyshojnë dhe dinamikat, nuk është si para 8 viteve. Pse u tërhoq dhëndri nga 750 milion investime në Beograd? Besoj e ke informacion. Pra, ai u tërhoq, ndërkohë që sipas informacioneve që unë kam, ka filluar edhe qarkullimi i parave me ato të Emirateve dhe Katare për vazhdimin e punës në Sazan. Pra në Shqipëri vazhdon, me Ramën vazhdon, e tjera me radhë ikën nga atje. Dhe të gjitha këto kanë lidhje, besoj unë, me lobët që Rama po luan dhe të ajo karta që po thoja që ai këtë situatë dhe këtë krizë besimi që ka me publikun, për shkak të probleme me drejtësinë kryesisht. Dhe për shkak të, se du ta themi, për shkak të një dështimi spektakolar të gjithë bashkive në Republikën e Shqipërisë në përballimin e çdo situate krize. Se nuk po them që përmbytjet, shirat e tej normës normale nuk shkaktojnë përmbytje kudo. Ishte bërë Kosova det, në Rom, kudo, nuk diskutohet. Por këtu tek ne përtojnë me pastru 2 kanale, më burr. Mund të mos ishte bërë, mund të ishte vetu. Po mund të ishte bërë, po mund të ishte... Ekziston mundësia që mund t'i vetohesh. 70% e kësaj që është, e kupton ose... Dhe këtu bashkit kanë dështuar në mënyrë spektakolare dhe këtu laj thaj i hapin sytë te kryeministri. Dhe këtu ka i krizë besimi i Rama me qytetarët. Në përgjithësi, për shkak të spakut, për shkak dhe për shkak të frymës të perceptimit, të lajmeve të ngjarjeve, dhe të Maduro po do ti, gjitha bashkë. Dhe kjo krizë besimi ka vetëm një mënyrë me u zgjidh nga Rama. Ose do vazhdoj gjersa të vinë zgjedhjet e radhës dhe të thotë që 2027-ën që ja fituan prapë ose humbë dhe fiton tjetri, nuk ka rëndësi. E vetmja është që prit se nuk e ka hedhë Amerika. Se këtu s'ka kush e hedhë. Pra dhe PD-ja vetë nuk po thotë që ne e mundim Ramën ose ne duam që të shkojmë nesër në zgjedhje. Në zgjedhje i shkreti vetëm Arlin Qori thotë jam gati të shkoj. Doktori thotë Gjol, zgjedhje jo, thotë po m'jep qeverinë, thotë se ti je i kriminum, thotë. Ti je si Maduro. Po si çdo dhe lapaj. Tiki. Po patjetër pra, vetëm i ndershmi për mua është vetëm një. Mbrëmi isha me Redi Muçin për shembull, deputetin Lëvizjes Bashkë, zgjedhje tha nesër. Edhe po u mor një mandat sërish, zgjedhje prapë pas nesër, nuk ka problem. Duam zgjedhje. Vetëm zgjedhjet janë zgjidhje. Jo m'jep ti mua pushtetin se s'mund dot. M'jep se unë mendoj se ti je si Maduro dhe Maduro e morën me avion dhe ti du t'ikësh vetë se do të marrën edhe ty me avion. Domethënë, gjithsesi krizën që ka Rama e ka me qytetarët. Patjetër. Dhe
Zgjidhja është e para raporti i tij me SBA-n, një takim do i hapte, do jepte tjetër perspektivë dhe tjetër perceptim. E dyta raporti i tij me drejtësinë, dhe e treta raporti i tij me rrethin, me njerëzit që ka. Dhe e katërta, po se ka bezdit bëj dhe kryeministrin të mos rri më shumë në avion se sa në Shqipëri. Kupton? Se ministre e jashtme është Elisa që e ka takuar Rubin me qira Llafi. Rama se ka takuar do të akoma. Pra, Rama duhet të vitë bëj kryeministrin, që nuk po e bën në kuptimin, nuk është në terren, nuk është shumë i fokusuar, duhet të jetë i qartë për raportin me SPAK-un, jo njëherë ju po shkilni drejtat e njeriut dhe pastaj bëreni s'ka gjë, se dhe kjo s'është normale. Pra ti, kur takon ministrin frances, dhe thua që folëm për reflektimin në kodin penal, që ta bëjmë drejtësinë sipas standardeve europiane, pra për këto paraburgimet është ideja, ti ose bëje, ose mos bëj, se këto duken pastaj sikur triqe mos e put bën sikur po i bën shantazh SPAK-ut, po ta futi SPAK-u dhe ti bëre i hap mbrapa. Më shumë bet kot. Kështu që Rama po u qartësua situata me Amerikën. Qartësoi vetën në raport me SPAK-un, kodin e procedurës penale që janë këto historitë. Dhe teori punëve të koka mund të jetë pjesë e zgjidhjes problemit. Në të kundërt, mund të eskaloj situatë dhe mund të pra ka i problem që këtu nuk ka kush e mund. Si do që të përshkallëzoj situata në këtu është problemi, pra se këtu atje përballë ka dikë. Por ikën Rama e fiton PS-ja. Ka vënë përballë ose ka përballë ose janë vetvënd përballë me doktorin që karta e fundit e besueshmërisë, doktorit, e Lapajt. S'ka më doktori ka i problem. Më fal, e Arlindit, e Shehaj, e kujdo tjetër që e mban vote për opozitë, se unë mendoj se këtu ka një krizë opozitarizmi i lirë, e para jo vetëm se janë bashkë, as në projekte, as në strategji, po as në mendime, se që ti të kesh një përputhje, opozita bashkuar. Opozita bashkuar do të ketë një mendje njërë, minimalisht. Po. Të një mendje, nuk mund të jetë njëri thot hajde ma marri Amerika me helikopter, njëri thumbi tjetri pa të kojt. Bravo. Këtu kanë krizë të dy, me fjalë të gjitha palët, po dhe me fjalë kriza që ka Rama ka përballë me votuesin. Me ata po me ata. Si çdo qeveri mo. Komplet përgjegjësia është përballë atyre. Qof morale, qof ligjore e çdo gjë tjetër. Problemi është se Shqipëri. Të bëj pyetje, ku çon kriza më bala, atë çon zgjedhje. Po. Zgjedhje, këtë po them pra. Problemi është të them diçka. Unë tisha Rama, shkoj në zgjedhje vet. Po më. Po nuk e lën orë ndoshta. Nuk e lën. Kush? Po aleatët. Nuk e lën. Në kuptimin që i thonë jo. Aleatët ndërkombëtar more. Jo, këta amerikanët e këta i thonë jo. Po bën më brenda ditës. Po jo i thonë sepse po kanë frikë dhe ata more, se me një vajtje nesër zgjedhje për 45 ditë. Me këtë gjendje që është opozita, Rama dhe me këtë sistem zgjedhor që sistemi nuk ndryshohet. Sistemi do ndryshuar 6 muaj para zgjedhjeve. Po. Nesër ti shko dhe Rama të bën gjëmën të merr 94. Po. Dhe pastaj s'ka që bën më njëri në botë atit. Ore s'kandidoj fare Rama, më thot nuk du t'jem. Po merr. Nuk kandidoj, do të zgjedh vetëm kryeministër me parlament më mbrapa fiton zgjedhjet. Gjukanović, Miloja. Po. Miloja ishte kryetar partije vlla. Miloja ishte shefi. Kryeministra vjen të tjerë ai. Po pra vend një tjetër. Këtë e bën dhe Rama nesër. Ore nesër. Rreziku nuk është ky. Rreziku është që Rama, dhe unë prandaj them që mund t'i thonë që stop. Rama me gjendjen e opozitës, po këtë po them pra. Se Rama çka ka për të marrë? Rama ka për të marrë 700.000 votë. Votat e veta. Laj thaj me administrat, me parti, me energji, me pak lek, me pak kështu, me pak ashtu, do i marri 650.000. Ja.
Poshtë 650, hajtë po them unë. Këta, që se kanë marrë 500 herën e fundit, marrin 400 tani. Janë përçarë dhe brënda. Kanë shpallur tani të burgosurin politik. Ervin Staliani e kanë shpallur ushtarët Ramës. E kupton? Dhe tjetra që është dëshmia më rënqetëse, është kur shef Adriatikun. Adriatiku si ka shkuar akoma deputetja vetë në proteste. Të kalon të i herë. Ajo mund tjetë e moshuar, shumë respekt për të, po si që shkon deri tek parlamenti, që shkon në për seansa ajo, të kaloj 3-2 minuta. Mund të ketë vajtë, se më tha dikush që ka vajtë. Thash, po kjo nuk lartë njëri pa hedhë në Facebook si nuk ka hedhë deputetën e vetë, olla. Dhe ka ngel burri huj, ka 1 muaj e kusur aty, 1 muaj aty. Maroj mua beti, tha, shpet dje qarta, nuk rrimë, tha. Këta po në lëftet, tha, në lam pa batani, pa kari. A e kupton tani? Pa ngrosë. E kanë lënë aty. Unë do iki. Dhe populli nuk... Dhe populli... Unë s'mundri... Dhe populli nuk reagoj, mor burr, tani, dy janë mundësit. Ose Adriatiku për miletin, për publikun, është komplet një sorosist i pabesueshëm që është një demagog, një i pabesueshëm. Ky mund të jetë një variant, dhe nuk e besoj, që unë nuk e besoj të jetë ky. Unë mendoj që Adriatiku është një idealist pasionant. Dhe tjetra është që jemi popull, fajnë e ka populli, o burr. Populli e ka. Populli demokrat ka fajnë që nuk reformon partinë e vetë. Popullin përgjithësi ka fajnë që i shpërndan votat në 100 parti. Çoja vlla votat Arlind Qorit, bam, thyje sistemin, hiqja Ramës. Alini si japë njëri, unë nuk e besoj, sepse nuk kanë njerëzit, me fjalë Arlindi nëse nuk do ndryshoj, ore, për te retorikës që mund ta ketë sakt, her pas here. Jo, më jo, ai ka ideologji. Ideologjia besoj se është penguese për të. Kaq, marrë filmi për mendimin tim. Dakor. Ajo është kufi që ai ka vënë vetes, por është dhe kufi që e faktorizon. Pra, ore fal, po më thoshte një mik mbrëm, nuk po e them emrin për s'ka rëndësi. Se kam autorizim. Bëra tha një status në Facebook, tha, për diçka. Është gazetar, kolegu ju i njëjtur. Edhe tha, e kishin keq kuptuar, tha, atë statusin, tha, ose ashtu mendonin, punë për ta, tha. Tha, ju ishte dukur sikur unë... Kush i kishin keq kuptuar? Ndjekësit. Po më tregonte... Po bëje për... Po më tregonte, tha, dhe po i thoni gjithë o Klyshi Ramës. Në shërbim të Ramës, se më se thash. Edhe ky kishte bërë një koment poshtë këtyre, po ishin një 200 e kusur. Ju kishte thënë, re, sikur 10% e juaja, jo, sikur 5% e juaja nga këtu të Facebooku im të merrnit mundimin të dilnin të shesh, situata do ishte ndryshe. Kupton? Pra, ne ulemi te kafja, kafe ujë, nuk marrim as ujë çesme, 1.000 lekë ujë në bidonin e vogël aty, këmbër me këmbë, pa qetën e duhanit, futur në Facebook, shiv balën, dhe unë ja thash atit, se ai nuk ishte mërzit që e kishin sharë, se unë i thash, o miki, thash, dëgjoj, thash, ne bëjmë një sevap të madh, dhe ma aprovoj dhe besoj, nuk e di sa do ma aprovosh ti. Fal nesh, se këtu nuk ka asnjë opinionist, gazetar, analist, çfarë mu temra shkemi ne, që nuk është sipas publikut. Njëherë mua më kanë thënë, kur ishte betejë për Vulën, unë jam pagu nga Basha Rëndshëm, pastaj jam pagu nga Berisha, sa për dieni. Pastaj u pagova nga asnjë, u pagova nga Rama për të shkatruar PD-n në fund, po nejse. Pra këtu je i njërës palë për audiencën, s'është problem. Unë i thash, ne i thash, jemi kontributor të jashtëzakonshëm, duhet bërë studim, që në uljen e krimeve në familje, dhunës në familje. Sepse njerëzit frustrimin
mungesën e punës, ku di unë, çdo gjë që nuk ju ecën në jetën e vet, i shfryn te ne anëri. Po, Dhe nuk rrafin gruan ose nuk e vrasin, e rrafin, dhe nuk rrafin kalamajt. po shiqy. Po shërbejmë për diçka më. Si Dikur ka qenë në stadiumi, tani jemi ne. Po, jemi ne dhe as nuk lodhen o vlla. Pse në stadium kishte edhe çik siklet se fyti të motra tak qep ai. Post. Ka dhe qik me zë, të ndë kokën. E kuptoj dhe kush ma filanin ma. Po lema se e kam bo telefonat në Facebook. Pa tjetër, problemi është me ardë debat. Të pak në shkon shpi kërnar dhe i thot grus, hajde shpirë, thot hajde gera. E kuptoj. Dhe ja, kontribut është. Këto i thash ati, të e tha, se kisha menduar, tha po, në fakt drejt ke. Po, e vërtet është. Pas të ka dhe nga ta call centerista që e kanë partinë të ngritur mbi to, që bëjnë edhe sondazhe biles pas i kanë debate në televizor si dola mbrëm, që sulin botëse, robote, po nuk po ato pastaj. Ka një problem flogjerë që desha ta ashtu. Ideja është sa unë ca komente, po dorim të komente tani pa dhe për ta mbyllur emisioni se ja zaurum temat, po ca komente të disave më kanë bërë që mos marr seriozisht asgjë. Dhe janë pak komente që më bëjnë të mendoj dhe të reflektoj. Jo për veten, flas për situatën, për qenë debati shëndetshëm, ma kupton, qoftë dhe atit që ma lexon. Që t'jeni qartë, ju mund të na shani lirisht nga doni, po... Ideja është që nuk i ka marrë se... Po jo, kjo s'është gjë e mirë, është gjë e keqe. Që na shajnë? Jo që na shajnë, që nuk kanë një argument për të çarë. Sepse nëse të themun ty iko flogger se ti ku dëgjon çkevesh xhinse sot vari lesh. A kupton, shtyn punë për gjë kjo as për të reflektuar mbi veten tënde, as për të reflektuar mbi situatën, as për të reflektuar mbi... Unë prandaj që nuk shqetësoh mirë. Që na shajnë. Se ata që kanë argument, i ke është inboxi plot. Edhe ju themi na falni 100 herë. Ja, po, në inbox kryesisht, jo, dakor, po jo, kryesisht në inbox janë... Flas të kreditit social, nuk flas të inbox i telefonit privat. Flas të kreditit social. Që po thoje? Dhe nuk po i marrim dot seriozisht, e para, e dyta nuk po ja kuptojmë hallin. Sinqerisht, sepse shumë tema, për shembull... A di pse na shajnë ne më bale, na shajnë se s'kan qa bëjnë më gjinafu. Ka shumë tema o flogert, dikur, ku pakten kisha edhe qik kohë edhe shkruaja, tani shkruaj më pak sepse për shkak të angazhimeve, po edhe familjare. Se po shkruaj të tjerë me ChatGPT tani. Po pra, edhe familjare edhe punet, ndoshta edhe të studios, po nuk ka rëndësi kjo, po dikur ku shkruaja, shumë tema më dilshin nga emisionet e mëngjesit. Pra nga hallet reale. Njerëz që merrshin ata në telefon, si Bashkimi, Andi, këta të tjerë. Të kupton? Sinqerisht. Tani e merr ajo gruaja huja të 24, thot ti Saliu ti sot aty. Po, kjo është idiotësi, po. Realisht i merr shkretin punë vet. Jo, në thelb që... E ma se e dim dhe se e dim. Në thelb, mi fjalë, këto ankesat që vinin drejt për drejt nga njerëz, këto që bënin sensor, jo ata, Edi Rama, kupton, ose Berisha, kupton. Janë kisha zemrën ti, janë kisha atë ti, tjetërit. Problemi e se të tilla raste në përditshmërinë tonë, se ne harrojmë, po Tirana ka ndryshuar shumë, është bërë shumë dinamike, shumë e shpejt, edhe ikën dita nuk e merr vesh. Qoftë nga trafiku, qoftë nga hallet, sikletet, çdo gjë. Çdo gjë. Dhe shumë gjëra kalojnë, edhe ne nisemi në makro pastaj të analizojmë situatën dhe shumë gjëra kalojnë kështu si pa... Nuk ka forum, pra, nuk ka forum. Nuk ka forum që ti të identifikosh... Por kalojnë gjërat si pa të keq. Si pa të keq. Dhe ne merremi Rama, Atiku, Qori, Shejaj, apo Berisha, apo Basha, nuk e di çfarë ka ngel. Merrem me këta dhe në thelb qytetarët, zëri qytetarëve të paktën edhe në raport me opinionin me gazetarët që janë një forme
e formësimit të opinionit publik, unë nuk po them absolutisht, ti nuk mund thua që ke censur sot me mediat që janë, qoftë me portalet, që janë bë me një mjeca, qoftë me televizionet. Ankohet vetëm doktori dhe është non-stop live kudo. Tani që për shembull Rama s'po del fare, s'ka bërë dhe podcast ka ca ditë, doktori e ka, drekën e ka të vetën o vëlla. E shef doktorin ku do në drek. Edhe ankohet për censur. Po, kjo është pjesa tjetër. Iliri thot nga Gjermani, unë ndjek thot se shprehni mendimin tim se nuk kam rënë dashuri me ju. O, Ilir, se kishim për ty, pa e kishim në thelb për njerëz që na komentojnë në Facebook, pa pas në thelb një argument X për diçka që ne themi. Ore, si çulesh me familjarin tënd ose një mikun tënd në kafe apo në biseda edhe në shtëpi apo kudo. Që bëni bisedë, t'jep një argument, jo kot me çajt nga rob. Se ti s'merr vesh, a kupton? Prita vlla, a kupton? Unë e thash të më thuaj ku s'merr vesh. Ose më thuaj ku e ke hallin, ose më thuaj ku unë të kam cënuar ndoshta edhe pa ditur mbi atë që them. Se unë them për shembull që nuk ka korrupsion. Kurse një qytetar që e provon korrupsionin për ditë, një herë ndoshta dhe më shumë se një herë në të institucioneve ka fakte, thotë vlla. Më ka ndodhur 1 2 3 4 5 gjëra kështu. Pse ma thua ti këtë? Në këtë sens, jo për të denoncuar publikisht, gjën për të treguar mjedisin ku punon, jeton, lëvron, paguan taksat, rrit fëmijët, e çdo gjë tjetër. Iliri e shef tot dhe Iliri nuk ka në Shqipëri Ilir ndodh që kryesisht janë militantët, ata që ju sulen gazetarëve, ne dyve dhe gjithë tjerëve. Po kot mos ka vlerë. Edhe shajnë. Ajo që ata nuk kuptojnë është që neve nuk na bën përshtypje, jo se na pëlqen të na shajnë, po nuk na bën përshtypje se e dim kush e bën. Kupton? Po jo vetëm se kush e bën. Jo më kush e bën nga Mu më bënte përshtypje nëse kapaciteti, po pra, nëse dikush kurse kur shkruan dikush argumente të sfidon inteligjencën, aty do vihesh në bicikletë, ta të sfidojnë budallallëk, që i lëm të fitojnë. Aty kur sfidojnë inteligjencën të vërtet të bëjnë, ore, ka ndodhur në studio. Më thot dikush një argument tjetër dhe të riqem, them po. Është si thua ti, nuk jemi të çmendur. Ne mund mos të riqemi te faktet, po te analiza patjetër. Te analiza po pra, te kjo pra te. Fakti është fakt. Fakti është fakt, po. Të dashur miq, kisha sot Flogertin, do e marr prapë se kam bërë mungesa, po do e marr her pas here për të mos sa bërë të bezdishëm edhe tek ju, po edhe që ju mos ta shani shumë Flogertin bashkë me mua. Po dhe thrasë sërish se më pëlqen komenti Flogertin, ne jemi dhe mish, po her pas here bëjmë biseda edhe në një interes të opinionit publik qoftë, sepse edhe ne jetojmë, frymojmë, punojmë, paguajmë taksa, madje ne s'kena mundësi me pagu dhe taksat. Po rrisim kalamaj tjerë, kemi marrë dhe tjerët në qatë. Fugojmë për të pagu taksat, për të paguar shpenzimet, qoftë familjare, po dhe të fëmijëve tanë, gjithë njësoj si gjithë të tjerët, po pavarësisht se nuk e shprehim her pas here këtu. Edhe njerëz si ju jemi dhe ne. Mos ta shqipni. Na ndaloni dhe në rrugë na jepni në menje. Edhe do doja her pas here nga ju, brenda mundësive, na sugjeroni të miqtë tuaj, bëni like, subscribe emisionit ose më saktë faqes së Antenës, her pas here ne lidhemi me mëftuar se rastin Flogertin, po më bravo dhe me mikun tim dhe kolegun tim Erman Peçi për të folur për një tematikë tjetër. Kemi dhe zotin Gupi që her pas here na jep ekspertizën e tij në fushën e avokatisë dhe filozofisë, po dhe me të ftuar të tjerë. Kështu që na bëni like, subscribe, na sugjeroni të miqtë tuaj dhe ju faleminderit shumë që na ndiqni. Flogert, postulat fundit? Jo, postulati i fundit është që shkëputuni sa më shumë nga mendimet e vjetra dhe subscribe te antenat e reja. Të fillon tani jo Arlind Qori, legenda deri të Arlindit. E kuptuam ne. Ishte për diversion kjo, nuk ishte për. Po un jam që njerëzit fatmirësisht jetojnë në një epokë që kanë mundësi dhe diversitet ku mund të marrin lajmet, analizat e mëse thash. Kjo nuk është domosdoshmërisht informim, kjo ka rritur dezinformimin që është e vërteta. Por këtu ku ne i themi gjërat si te zyra tjetër, thuan sa gjëra që edhe janë kënde të ndryshme, qoftë Gupi, qoftë Ermali, qoftë ti, pra nuk është një ushtri, po janë
3 qasit ndryshme, ku mund ta marrin plot, kështu që amanet të YouTube-i që se në televizor nuk dalin do çunat e kanë. Rob shtrëgjesh për komente, tani do i rikthehemi Big Brotherit, se hallet mbaruan. Gjithsesi. Dashur miq, faleminderit që ishit me ne, shihemi pas pak.